Do habiteni kur të mësoni se kumbullat shërojnë këto problem që nuk ju ka shkuar në mendje. Kumbullat janë të mbushura me komponent bimor që kanë veti të larta antioksidues. Kjo do të thotë se ato ndihmojnë në parandalimin e reagimeve të oksigjenit me kimikate të tjera dhe dëmtimin e qelizave dhe të indeve. Ato janë veçanërisht të pasur me antocianin, përbërës që janë përgjegjës edhe për lëkurë me ngjyrë të errët të kumbullave. Në fakt, studimet sugjerojnë se kumbullat janë të pasura me këto komponent mbrojtësh më shumë se sa frutat e tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke përfshirë pjeshkat dhe nektarinat, ato mund të kenë veti të larta antiinflamatore. Komponentët mbrojtës të bimët e kumbullave duket se kanë efekte antiinflamatore dhe ndihmojnë në parandalimin e këtyre komplikacioneve, duke përfshirë radikalet të lira, diabetin dhe obezitetin. Kumbullat janë veçanërisht të pasur me polifenole të quajtur klorigjenik, një përbërës që gjendet edhe te kafja dhe duket se ndihmon në balancimin e sheqerit në trup dhe ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e oreksit. Sipas BBC Food Good Health, mund të mbrojnë edhe shëndetin e zemrës. Kumbullat janë të pasur me një sër vitaminash dhe mineralesh duke përfshirë kështu edhe kalcium i cili siguron piksjen normale të gjakut. Ato gjithashtu furnizojnë me kalium dhe vitaminën C, si dhe janë të pasur me polifenole mbrojtëse të cilat janë të lidhura me faktorët të reduktimit të rrezikut kardiovaskular. Studimet tregojnë se përmbajtja e pasur e polifenoleve te kumbullat mund të ndihmojnë në zbutjen e rënies së njohjes duke lidhur këtë edhe me moshën tuaj. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shumë sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni më tepër kumbullat në dietën tuaj. Kumbullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumbullat të freskëta ose të thata ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup, për shkak se janë një burim shumë i mirë i vitaminës C në dietën tuaj. Një kumbull përmban 84% ujë, 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fiber. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C, gjithashtu edhe të vitaminës E. Ato përmbajnë gjithashtu edhe nivele shumë të mira të kaliumit, magnezit dhe kaliumit, element këto mjaft të rëndësishëm në përmirësimin e organizmit tuaj në tërësi. Ja cilat janë disa nga përfitimet kryesore të konsumit të kumbullave në dietën tuaj të përditshme, sipas Del-Site. Ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Kumbullat mund të kenë indekse glicemike të ulta, që do të thotë se ato mund të stimulojnë gjendjen tuaj imunitare dhe gjithashtu të parandalojnë komplikacionet e tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë sigurisht duhet i përfshini me patjetër në dietat tuaja. Kumbullat do të ndikojnë pozitivisht në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në trup dhe gjithashtu do të balancojnë edhe përfitimet dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Kumbullat do të përmirësojnë ndjeshëm edhe cilësinë e kujtesës. Nëse konsumohen disa kumbulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumbullat mbrojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar gjithashtu rrezikun e goditjes në tru dhe në zemër. Kumbullat përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin e tretjes. Kumbullat lehtësojnë kapsllokun dhe ndihmojnë në probleme me tretjen e ushqimit. Janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histanin. Kumbullat e thata janë të mbushur me elementë të cilët përshpejtojnë tretjen. Një tjerëtje e mirë mund të ofrojë gjithashtu edhe një lehtësi më të mirë kundër problemeve të konstipacionit. Kumbullat janë një mburojë e shkëlqyer edhe për forcën e kockave. Studiuesit në Universitetin e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj dy grupe të periudhave të pasmenopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte dëmësi më të lartë të kockave në shpinë dhe në parakrah.
Kumullat përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e syve. Kumullat janë të mbushur me elementë të rëndësishëm për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë në kumullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit të moshuar. Kumullat mbrojnë kundër radikaleve të lira dhe dëmtimit të qelizave të tyre. Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira, të cilat janë të dëmshme për sistemin tuaj të aminoacideve dhe gjithashtu mund të shkaktojnë komplikacione të mëdha të organizmit. Kumullat janë të ulta në kalori dhe mund të sjellin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj në këtë drejtim. Një kumbull e vogël përmban 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë dhe shumë i mirë për t'u përfshirë në dietën tuaj. Kumullat janë një zgjidhje fantastike edhe kundër qelizave të dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumullave mundet që të largojnë qelizat të dëmshme dhe të sigurojnë në trupit tuaj të gjitha elementet ushqyes për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e kumullave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syve. Fitonutrientët që gjenden me sasi të mirë të kumullat mund të përmirësojnë edhe të zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose të degenerimit të problemit të shikimit me kalimin e moshës. Kumullat do të ofrojnë gjithashtu edhe një forcë më të mirë të kockave tuaja. Kumullat e thata janë një nga burimet e shkëlqyera të përshpejtimit të tretjes. Një mënyrë për të ngrënë edhe gjatë gjithë vaktit është gjithashtu përfshirja e kumullave edhe në dietën tuaj. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Një kumull e freskët përmban mesatarisht 113 mg kalium. Ky mineral ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut duke reduktuar kështu rrezikun e goditjeve në trup. Kumullat do të përmirësojnë edhe kujtesën. Nëse hani 5 kumulla në ditë do të ndihmoni trupin tuaj të heqë qafe efekte negative të radikaleve të lira dhe të ndikojë gjithashtu në rritjen e përqendrimit dhe të kujtesës suaj. Kumullat janë të lidhura me indekse të ulta glicemike që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni gjithashtu rrezikun e diabetit të tipit 2. Përfshirja e kumullave në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Pas pushimeve të verës, trupi ynë kërkon rigjenerim, hidratim dhe vakte më të shëndetshme dhe në këtë rast mund të përfshinë edhe kumullat. Kumullat pikërisht janë ato që nevojiten më shumë organizmit tuaj. Disa kumulla në ditë edhe kthimin në jetën e përditshme e bëjnë më të ëmbël, gjithashtu edhe më të butë. Pas barqitjes mund të përdorni edhe kumulla për të marrë gjithashtu edhe elementet ushqyes për organizmin tuaj. Gjithashtu kumullat mund të përfshirë në dietën tuaj në mënyrë të rregullt duke ditur edhe elementet ushqyes të rëndësishëm që ato përmbajnë. Gjithashtu, kumullat përmbajnë sorbitol dhe histanin, të cilët ndihmojnë në rregullimin e funksioneve trece dhe konstipacionit. Vitamina C e kumbullës rrit rezistencën e trupit për të luftuar agentët infektiv dhe inflamacione dhe radikale të lira. Gjithashtu, kumullat janë të mira për shikimin, mbarvajtjen e mukozës dhe mbarvajtjen e shëndetshme të organizmit në tërësi. Konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietën tuaj të përgjithshme do t'japë rezultate të mira edhe në një sër problemesh të organizmit. Ato mund të ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Falë fibrave që ato përmbajnë, konsumi i kumullave të thata do ju ndihmojë të qëndroni të ngopur për më gjatë dhe të kontrolloni me sukses peshën tuaj. Ndihmojnë në shëndetin e mirë të kockave. Njerëzit të cilët duan të kenë kocka më të shëndetshme mund të përdorin kumullat si një zgjidhje mjaft të mirë shëndetësore, duke ofruar atyre mineralet e nevojshme dhe dëndësinë e duhur kockore. Ai siguroni të konsumoni gjithmonë brenda normës lejuar për të marrë vetëm përfitime për organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.